What's up, motherfuckers? Welcome to Zero Fucks Given. Jeni sot me tek pullën e refo serioze. Nuk kemi asnjëfar lloj telefonate, asnjëfar lloj gjoje, kemi dallavere, një përmbledhje, sepse unë do ikin në Amerikë për disa muaj, do më ndiqni, do më shikoni, se besoj kur të dali ky episod do jem andej. Okej, prit 2 sekonda të filloj njërë me arsyeën pse Karin po ikin në Amerikë. Arsyeja është sepse do iki, jam shumë e lumtur me jetën në Shqipëri, do i hedh rrënjët e mia në Shqipëri, rrënjët e mia do ngelen në Shqipëri, do iki të punoj ca muaj andej që të bëj ca kesh të madh të fort, që të kem mundësi të investoj këtu, sepse siç ikin për shembull çunat në Londër që shkojnë bëjnë ç'a bëjnë, unë iki andej bëj punët që unë ti të bëj, a kupton? Normalisht në nightlife prap, me shumë mundësi jo te strip clubi, thjesht bartender me ndonjë vend tjetër, ose nuk e di, kam disa opsione, po do ju updateoj edhe në TikTok për këto gjëra, se akoma nuk i kam radhitur siç duhet. Do rrit diku tek 2 muaj te shtëpia e jetës time Elton Ilirianit, sepse ai do vi këtej në Shqipëri për pushime, unë do rrit te shtëpia andej në luksin e lukseve që gjithashtu prap do bëhen këto updatime në TikTok. Pastaj kur të kthehet ai nuk e di, nuk zihemi se mund të rrim edhe me një shtëpi, po edhe mund të çohet keq ai në një ditë. Zakonisht jam unë ajo që çohem keq në një ditë, isha as plas në një sherr. Edhe sa të më thot ai iki vetun, e kupton? Më gjej në një vend tjetër. Nëse do ta shohim edhe këtë pjesë, do ju bëj update për çdo gjë tjetër. Nuk e di që t'ju them për Shqipërinë. Ky 1 vit e gjysmë, unë akoma nuk i bëra 2 vite pa ikur. Vazhdojnë këto telefonatat e atyre lojrave që bëj unë. Ky 1 vit e gjysmë ka qenë interesant, kam mësuar shumë gjëra. Po patjetër duhet të vëm syzet, na falni. Na thon çuna të vi syzet se një gjë cool, real nigga shit. Fjala e dytë bëhet me bip. Dhe, ti hedhemi çik kështu sallatës. 1 vit e gjysmë këtu, nuk e di, më ka pëlqyer super shumë, nuk e di pse ankoheni ju për Shqipërinë. Kam përshtypjen që ankoheni për lekët se Shqipëria është shumë lart, a kupton? Okej, klubet mund të keni çik mungesa, po këto janë ankesat e mia, pastaj se jam mësuar me gjërat andej. Shoqëria top form, nuk e di, ndoshta arrini ju me njerëz negativ që nuk ju pëlqen, se nuk di ç'a t'ju them, unë i kam gocat si shpirt, shoqërinë dashuri, ndoshta se di, edhe na respektojnë çik te se fama bot vetën. Edhe mosha dhe si i thon gender. Ha, mor, si i thon gender? Thuje var çulja. Femër, bëjnë të vetën, po gjithsesi, pak rëndësi ka kjo. Tani, unë po mendoja një lojë shumë interesante. Më duket se është shumë interesante, që këtë sallatën unë e shoh që nuk kam për ta ngrënë duke folur, se nuk kam se si t'i bëj të dyja bashku, po e bëj mikse do ta sakatoj më vonë. Loja që unë do bëj është të marr me radhë çdo person që unë kam intervistuar dhe të bëj një koment për të. Kështu që do t'i marr të gjitha videot që unë kam bërë, do bëj komente sa pikante, sa ndoshta jo pikante, nuk e di, varet si të më vinë spontanisht, ju e dini që unë nuk organizoj asgjë, unë thjesht them mendimin tim real. Prit. Nuk e di pse po lodhem. Kim Kardashiani, ti bëjmë çik reklame dhe asaj se ka nevojë, kanë rënë klikimet. Na ka mësuar këtë metodën kështu, që i hedh salcë sallatës, dale, mos të shkundemi shumë. Dhe ja jep kështu dhe bëhet miksi perfekt. Okej. Për gjitha gocat e mia që han sallatë, se ju meshkujt që hani sallatë nuk më ndiqni mua. Kam audiencë tjetër mashkullore. Okej, tani ta hapim 2 sekonda, më falni. Okej. Atëherë, fillojmë me çdo të ftuar që unë kam pasur në podcast. Besoj e bëra për mbylljen e Shqipërisë, se ju kam bërë një fillim, pak a shumë ju kam thënë si më është dukur. Vazhdoj të mendoj që bëjnë meshkujt këtu. Vazhdon ky mendim, vazhdon akoma.
Lek bëju, mirë jam me lekët këtu. Shoqërinë kam top form, mami më shumë e lumtur këtu, ka bo edhe i balon tash po do psohet, boni edhe fytyrën facelift është top form. Se di, nuk e di, Jugu është aty, Prishtina është aty, Veriu është aty, unë se di ku doni me shku ju, nuk e marrë vesh. Po se s'boni lek, prandaj duhet vini të trurin punë me bo lek, jo me pisliqe, me punë të sakta, të mirë menduara. Ose shkoni jashtë, bëni një plan pune. Bëni një plan pune, vllai. Okej, vazhdojmë. Episodi i parë me David Priftin. David Prifti, shoku im i ngushtë, ju e dini të gjithë, punon tani te Top Albania Radio. Kam unë momentet e mia impulsive që ai mi pranon edhe më do, kështu siç jam, është i qetë. E dua shumë, çfarë them unë për shokun tim ngushtë, e dini, nuk ka nevojë fare. Julia Iliriani, se di, rob negativ, kështu nuk është se e kam shumë qef. Si falcosi, se di, ka bo edhe i facelift tash i duket vetja sikur qao. Vazhdojmë të tjetra. Sara Gjoka. Tani, ky podcast ka marrë goxha klikime, kishte shumë buj. Unë përgjithsisht shahem, nuk është se, po nuk e di pse unë kam folë më shumë këtu, po është sharë më shumë kjo, që nuk është se ka folë shumë, nuk e mora vesh se si funksionoj ky podcast. Me Sara nuk është se kam ndonjë marrëdhënie të afërt, kam opinione të ndryshme, kur takohemi përshëndetemi, nuk është se e njoh thellësisht, çfarë të them tjetër për Sarën. Sara deshte që mund ta hiqja këtë video nga YouTube-i. Sara më vjen shumë keq. Ke qenë mbi 18 kur kjo video është bërë, të kam pyetur, mos ke dashur të fshish gjë, tërërë, dhe jo, kështu që e lash dhe nuk fshihet. Iku. Kaq për Sara Gjokën. Francesca Murati është e vetmja që unë, jo, është mami im dhe Francesca Murati që unë kam pasur 2 herë në podcast. Kam marrëdhënie shumë mirë shoqërore, dal me të pi, bëj kthej këne të mërshme. Muhabete, e kisha në sens muhabeti. Qa ke naj problem me këtë? Duhet ta shkull. Qa problemi ke? Isha në parti, është java fundit në Shqipëri, më lira hat Gjulio, ky me sy gjyko, ma i shtrurin. Okej, Francesca, opinionet e mia për Franceskën. Super goce mirë, shumë punëtore, mendoj që është pak sensitive. Këto kohët e fundit më duket sikur është bërë pak sensitive nga këto komente që bën lart e poshtë, por prap mendoj që e ka në dorë të që shumë lart, i ka arritur maja që duhet arri. Nagu, unë fakt Nagun e kam takuar te radio dhe pastaj tek radio, te Top Channel dhe pastaj tek podcasti. Kemi pasur një intervistë shumë këndshme, nuk është se kam ndonjë muhabet thellë me të, po ka qenë shumë pozitiv kundrejt meje, me ju dhënë ai koment shumë kot pa lidhje, nuk e di, se ju thash nuk është se kam krijuar në një relat kush e di se çfarë me të. Jacqueline Lekatari. Okej. Tani mendoj që jam shumë në opinionet të ndryshme kundrejt këtij individi për arsye se mendoj që e ka filluar shumë interesante gjithë gjën dhe kauzat dhe të gjitha gjërat, po mendoj që ka nevojë për një rinovim të figurës së saj dhe mos të vazhdoj të kapet tek gjërat që ka filluar. Siç ndoshta mund të kem nevojë dhe unë për një rinovim të brendit tim, po ndoshta pak më vonë kur të arrijë një moshë më të madhe. Dhe duke qenë se ka nevojë mendoj për këtë rinovimin, nëse mund ta quaj të tillë, mendoj që kjo është një nga arsyet pse po gjykohet nga shumë njerëz. Elios Images që ka një qendër masazhesh, super individ lot. Çfarë t'ju them, nuk është se është VIP, po është thjesht super individ lot. Masazhet që bën janë super të mira, i bën gocat, jo ai, po qendra është super e mirë.
Inita Gjata vdes për të, zhaku tjetër. Isha para disa ditësh me të dhe Limhotin dhe po pinim ndaj got. Ja, kaluam shumë mirë. Njëri pozitiv, nuk e shaj dot. Liam Mandjaro. A cool degenerate, do t'a quaja. Love him. Duket që ka frymë super t'jashtme. Nuk është se bëhem kështu on a regular si me thënë se na ndajnë shumë gjëra, se dhe muzika techno që mua s'më pëlqen më shumë afro. Një nga ato, po që he's cool. I like him. Andi Vrapi, mendoj që nuk merr kreditet mjaftueshëm për punën që bën. Si personazh është super personazh, po shumë humble, i bën ato gjonat e tij në qetësi kështu, legët e vet ai bë, ju mendoni se sot u bën ai gjë të madhe, po i bë goditjet që ka për të bërë. Elton Liliani, kriz, po unë e dashuroj krizën. Dhe mezi po pres të vitë të takoj, videot që ne do bëjmë Allahu na rujt me videot që ne do bëjmë. Qojmë këmbë kur të flasë për Elton Liliani. Elton Liliani, mezi po pres të vi të takoj, respekta, faleminderit. Këtë e tha Gjulio, që ta dish kush e tha. Ina Kolçaku. Kur e kam njohur në fillim, jo në fillim që e kam njohur personalisht, por kur e kam parë nga mediat, diku te 2020-a, është dukur pak cheap. Pastaj nga unë personalisht aktualisht gëzon respekt madh për mendjen dhe dijen që ka. Dhe podcasti ka qenë shumë i bukur, jam kënaqur pafund, truri im është stimuluar në nivele të skajshme. Pastaj kam bërë një podcast vetëm, që duhet ta ndiqni, se ka qenë shumë interesante ai. Kam pasur shumë emocione, nuk e di pse kam pas kaq shumë emocione te ky që kam bërë vetëm, tash se e dini ju. Gjulio, në qa minutash jemi? Okej. Lajt Vasili. Tani, 2 sekonda. Më duhet një gaç. Më duhet një qik vez. Të plet vetën. Jo, për zotin po sharroj për bukë, jam të vdek, po nga që po flas, e folur atë lodh akoma më shumë. Ko të smore kështu? Me rëpë shpia. është shumë e mirë. Lart Vasili, na kanë ngel në një gjokë kështu? Ama, okej. Tani, unë nuk është se kisha ndonjë plan ta cekja këtë gjë, po duke qenë se te Top Albania Radio më kam pyetur për këtë gjë, dhe është cekur pak, dhe kam mbylljen e sezonit dhe pse mos bëj një boom, po e cek pak këtu, a kupton, se në fund ditës, kur ti s'ke respekt për mua, nuk kam si të kem unë respekt për ty, e kupton. Tani, Lart Vasili ka qenë një nga figurat publike të mia të preferuara, like, literalisht e kam pas shumë, kam qenë tip fancy, e kupton, në një mënyrë të moderuar, normalisht, se s'mund t'jesh aq shumë fancy kur je vetë, kupton? Por, dhe e ftova në podcast, dhe kam pasur super shumë emocione kur e kam ftuar në podcast, dhe kam respektuar super shumë. Ka bërë reklamën e parë me maman time në vitet kështu që prap respekti vazhdon dhe rritet, edhe fakti moshës, edhe fakti që vlerësoj faktin që është artiste, të rëvërë. Dhe kemi pasur një raport shumë tip profesional, po kam qenë, s'di si ta shpjegoj, like, kam qenë shumë e dedikuar me respekt kundrejt ti. Do me thënë, çdo fjalë që kam thënë nga goja ka qenë e moderuar, sepse e kam vlerësuar si figurë. Dhe, shumë bukur,
Tani kur ti e bën këtë gjë, pret që të vijë njëta gjë mbrapsh, okay? Në rregull, deri diku kemi qenë okay. Tani nuk e di se nuk e pres nga artistët këtë gjë, se hajde nga populli thjesht e pres që mendojnë se ti thua 2 llafe dhe mendojnë se janë dyert e hapura, nuk e pres të nga një artist, se pres që të ma kuptoj botën mua, e kupton? Fatkeqësisht, kur ndoshta arrin një moshë dhe mendon se nuk ke plotësuar shumë gjëra te vetja jote ose ndihesh i paplotësuar, fillon edhe devijon në rrugë të paqarta dhe bën veprime të pamenduara. Dhe zotëria zgjodhi të më çonte një video i fare të përshtatshme, besoj të po e kuptoni shumë mirë se çfarë lloj që jam duke folur. Nga hiçi, nuk po jap shumë detaje, dhe normalisht që pavarësisht që ju e dini që mua nuk është se më plas shumë trapi, se thash okay, ka pirë. Është tap vllai, çfarë ti bëj unë këtij, a kupton? Dhe nuk është se më vrau ose isha kështu, ua, çfarë ndodhi, si ma bëre ti mua këtë, a kupton, sepse në fund ditës e para punës ças na kam pas syt, e dyta punës që na rrit në New York ças ndodha ne, e treta punës Rene Refos, plas trapi. Dhe por sado që mua nuk më plas trapi, prap tani më vjen shumë keq, por unë nuk kam as si të flas ty, as si të të përshëndes nëse të shoh vërdall, as si ta përmend emrin tënd. Me një farë lloj respekti, pavarësisht se ta bëra një reklam paraprake para se ti thosha këto gjëra që sapo thash. Dhe kështu është mbyllur marrëdhënia ime me të, sepse çoj këtë videon dhe normalisht më vjen shumë keq, po nuk do të flas më ty me gojë. Jam përpjekur, më kanë ftuar edhe më 2 evente ku më kanë thënë që është prezente, jam përpjekur t'i evitoj. Jo se do ndodhi ndonjë gjë, po thjesht nuk kisha shumë nerva të kupton. Dhe nuk dua njerëz negativ vërdall. Vazhdojmë. Nëse keni pyetje ose komente, mund të vazhdojmë. Adrola Dushi, dashuri, super gocë e mirë, perfekte për punën që bën, nuk kam realisht nuk kam asnjë koment negativ. Nuk kam çfarë them. Edhe shumë faleminderit, ka qenë gjithmonë suportuese dhe gjithmonë ma ka kuptuar botën, mënyrën se si bëj gjërat, çdo gjë. Stresi, super çunda noç. Nuk e di më mek shumë si individ, mendoj që duhet ta reduktoj pak barin, nëse është e vetmja lëndë narkotike që pi, mendoj që duhet një reduktim stresi, por, shumë respekte, shumë faleminderit që ke qenë pjesë e këtij podcasti, sepse mendoj që është një nga individët që ka ardhur më shumë me mbon deri mua se sa po interesonte shumë vete dhe e vlerësoj shumë, erdhi, mbaroi punën, dha dorën, mirupafshim, respekte. Keloke. Vazhdojmë. Lili Gnimavo, nuk e di ta thash zemra ime emrin sakt. Lili thjesht ka qenë një personazh shumë interesant i huaj, mendova që pse jo të shikonit një perspektivë ndryshe në një gjuhë ndryshe etj. Gotë shumë e mirë, e thjesht, shpun e vet, shpresoj t'ja dali këtu në Shqipëri sepse ka ardhur për këtë punë. Mendoj që duhet shikoni podcastin dhe t'jep një komente për të që të njiheni më shumë me të se sa t'jap unë komente mbi të. Okej. Serena Sula miq, një dhe e vetmja, s'ka fare koment, një dhe e vetmja. Indrit Cuhaj, judoist. Edhe ky super obzoti, unë mendoj që gjithë sportistët, me thënë drejtën, janë njerëz pozitiv, se i nxjerrin gjithë ato negativ lloqet, budalliqet, a kupton, nuk kanë kohë për thashë theme, gjona të tilla, kështu që it is what it is. Limhoti, nuk e di, Limhoti, çfarë thot vllai për Limhotin? Robi Çmen, nuk e di si është gjallë. Ja kaloj super mirë sa herë takoj. I ka shumë qef kurvat. I shkojnë. Ajo që i shko, a kupton?
ku di unë vdes bëj parti, është super i respektueshëm, kur e kam taku edhe me gocat, për shembull që kena rastis ndonjëherë, me gocat ka qenë super i respektueshëm, ka atë jetën e vet private që ka pastaj edhe shoqëritë të tjera që di t'i mbaj, t'i respektoj, sillet etj. Person që shpesh e frekuentoj, na rastisim në vende të njëjta. Marini, edhe me Marinin jam kënaq super shumë, me thënë drejtën. Se di çfarë them për të, më duket super rob korrekt, super fun. Mendoj që është një nga the realest ones që ka ardhur, ka folë super lirshëm, s'ja ka hungur fare, ka qenë super e hat në këtë podcast. Mendoj që është shumë real, shumë real guy. Sa shumë njerëz, janë shumë njerëz. Sa minuta kemi? 22 kemi bërë. Okej. Ermal Mamaçi erdhi për punë veta, edhe mu më boni punë. Reklamoj biznesin e vet, edhe unë reklamova timin me figurën e tij. Biznesi mirëfillt, por respekti reciprok, sjellja shumë e saktë, korrekte, very enlightened, nuk e di si ta them spiritual, I guess. Shumë interesant për t'u dëgjuar. Them drejtën, nuk është se kam ndonjë muhabet që t'ju them në një koment me shumë shtesë. Kastravec me goat cheese. Elena Lika, nuk e di zemra ime pse t'ka ikur fotoja nga këtu. Duhet ta rregulloj këtë gjë. Ish modele. Mendoj që duhet të kthehet prapë në modeling. Gotë shumë pozitive, shumë chill. Mendoj që paragjykohet pak, po nuk ka fare, do me thënë se paragjykojnë këto modelet e ndritit përgjithsisht, po nuk është fare ajo që ju mendoni. Teatri Foni, kam qenë një udhëtim me të në Rugov. Jam mekur lot, nuk e di, super goats. Shumë e zgjuar. Qa them negative për te janë? Nuk e di me motor, ha më pak, se duhet them edhe ndonjë gjë negative. Qa thot Lali ty? Ti je super goats. Alaudin Hamiti. Edhe me Alaudinin jam kënaqur super shumë. Do me thënë, ka qenë një nga njerëzit që muhabeti ka qenë kështu super flowy, nuk është se kemi pasur asnjë ngeci ose se ju ndoshta nuk e dalloni nga kamera, po unë që për shembull e kam personin përballë, e dalloj kur duhet ti imponoj ndonjë pyetje ose kur muhabeti thjesht ecën vet lirshëm. Alaudini ka qenë një nga ata që ka qenë muhabeti shumë rehat, edhe do flas me të sepse ndoshta mund të rregullojmë ndonjë gjë për vitin tjetër, nuk i diet, të shohim. Lajmi tjetër. MC Kresha, qa të them unë për MC Kresha? MC Kresha është njeri i çmendur, po mendoj që çdo person që është artist në gjithë skajet e artistlikut është i çmendur. Nuk mendoj që një person normal do ishte i aftë ta kuptonte. Mendoj që kjo lë vend për komente të ndryshme. Dhe unë po e lë këtu këtë muhabet. Por i ftuar nderi gjithmonë. Robert Berisha jam me lot, do me thënë nëse unë dua. Do me thënë, qofse unë kam një shembull se si dua që t'jem podcastet e mia, është podcasti që kam me Robert Berishën. Ashtu dua t'jen gjitha. Në atë lloj, ai lloj muhabeti, ai lloj vibe, ai lloj gjëje. Nuk e di, ndoshta do bëj co-host. Pse mos bëj co-host me Robert Berishën, do ishte shumë interesante tani që e mendoj. Efi Dhedes, se kam hedhur akoma se po i bëj xhirimet paraprake. Shumë spirituale. Mendoj që duket e ashpër, po në fakt është shumë sensitive, sheh punën e vet,
super goce mirë. Duhet shkoj t'i jap një vibrator se harrova t'ja çoja nga produktet e Skinsit që kisha. Duhet shkoj t'ja çoj para se t'ikin në Amerikë. Nuk kam asnjë koment negativ për Efin. Mendoj që do ishim shumë shoqe, ndoshta diferenca moshës edhe rrethanat bëjnë vetën, po një të ardhme nuk i dihet kur. Mendoj që do na ecë shumë muhabeti për të pasur më shumë afrimitet me të. Dhe kemi dhe një special guest surprise të cilin do ta lë për fund pa koment, sepse do ta shikoni në podcastin që do vi. Dhe, mendoj që këto ishin komentet për podcastin tim. Overall, ja kam kaluar super mirë. Është një punë që nuk është se të merr shumë kohë, rreth 1 orë në javë, xhirim, 2 orë në javë maksimumi editim. Pavarësisht që unë vi këtu dhe xhiroj nga 3 podcaste në javë dhe çunave është nxjerr jeta, po thon shqyr që po ikën në Amerikë ose na ka çar trapin. MVC Production, gjithmonë faleminderit, ju nuk e di, 2 super çuna, ja kam kaluar super mirë, muhabetet gjitha. O, nuk e di, ju e dini se jam kënaqur me ju, mezi po pres të bashkëpunojmë sërish bashkë. Dhe më thënë, ide kanë, bira pimë së bashku, xhirimet i bëjmë fenomenale, për të kryen hall, nuk e di gjitha, vinë full package çunat. Dhe se di, kur ke grup të mirë, ekip të mirë, normalisht që edhe puna del shumë e bukur. Do vim, nuk e di nëse do vazhdojmë me podcastet ose do bëj diçka tjetër kur të kthehem nga Amerika, do me thënë në YouTube, në një farë lloj tipologjie ndryshe, nuk e di, do shoh, do inspirohemi çikandej dhe do vi të bëj ndonjë gjë interesante këtu me çunat normalisht. Dhe për këtë sezon, duke qenë se jemi akoma te ky sezon, falenderojmë Skinsin me produktet e tyre seksuale që ju mund t'i porosisni online ose të futeni te Instagramin e tyre Skins Albania dhe t'i porosisni. Dhe Albanian Clothing Club për rrobat që na ka sjell për gjithë të sezon që ne kemi pasur. Këtë sallatën nuk e kemi sponsor. Po shumë e mirë. Me mua më hard. Dhe kaq, ju dua shumë. Shpresoj t'ja kaloni mirë këto muaj pa mua. Edhe prit. Kur të kthehem, dua më kanë shku klikimet shu qia motrën, unë një kam lart, po t'jenë të fishu. Dzim mrapsh me ja 30 këtë paktën. Tjetër, kem një ide sezoni kështu të fort fare, edhe kismet në një format kështu, ndoshta kthehemi me një format. Nga këto, jo bigra, jo ferma, jo kush e di, ndoshta ky është viti. Dhe kështu, to janë planet e mia. Faleminderit, mirupafshim, kalofshi mirë. Zoti qoftë me ju.